kancelari Gjerman Merz më në fund do të japi një gjurmë në politikën e leadershipit gjerman të Europës, duke u rrëfyer shumë më i vendosur dhe shumë ballë për ballë, pra me një politikë më të drejtë për drejtë se sa pararend si ti, Scholz, duke jo vetëm duke autorizuar po themi goditjen deri në 500 kilometra se kanë rrezën këto raketa ajër-tokë, shumë të fuqishme, por dhe duke krijuar madje një marrëveshje me Ukrainën për të ndërtuar mbi tokën ukrainase fabrika armësh. Pra, është ky rast, ky detaj, një shpjegues për të parë se si vërtet aktorët evropian të këtij konflikti nuk janë aq të zbetë dhe aq pa pigment sa duken në interpretimet që shpeshherë bëhen për seri të ndryshme analitike. Pra, Gjermania kësaj radhe është ka krijuar një diferencë ndaj gjithë shteteve të tjera të Bashkimit Evropian dhe të Aleancës NATO-s, sigurisht mbas Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka patur gjatë këtyre ditëve, se nuk po ndryshojnë situatat me javë, po ndryshojnë me ditë tashmë, ka patur zhvillime të rëndësishme në fushën diplomatike, por edhe në fushën e luftës, domethënë të luftës armatosur. Po shkojmë paralelisht, edhe të shohim se kushdo nëse diplomacia do të arrijë ta lejë mrapa apo ta frenoj pak luftën. Është interesante që pas samitit të Tiranës, unë do ta citoj pak samitin e Tiranës, pas samitit të Tiranës ajo bisedë e 4 liderëve që u bë me presidentin Trump dhe me rakutyre që të nesën presidenti Trump. Ata që nuk kanë qenë të vëmendshëm me bisedë telefonike. Telefonike. Po, edhe presidenti duke edhe me atë merakun ata që presidenti Trump mund të mos rezistonte shumë përballë në telefonatën me Putinin, ata të nesën morën haberin që pavarësisht se presidenti Trump e tha që ishte një bisedë e suksesshme, u ra dakord për këtë, nuk mori përsipër asgjë për sanksionet, por dha sinjalin që Putin nuk ka ndërmend të bëjë armpushim. Këtu mënyrë duket ka një reagim të menjëhershëm të gjermanëve dhe të kancelarit gjerman, i cili filloi një aktivitet që mund të ishte edhe i planifikuar, po menjëherë bëri një vizitë të shpejtë në Finland dhe ku ju dha garanci finlandezëve dhe nordikëve për sigurinë në detin Baltik. Nga ana tjetër, ai dha një intervistë në kanalin ARD ku paralajmëroi pikërisht këto dhënien e raketave dhe mundësinë e goditjeve, bile ai citon shprehimimisht që me këto raketa mund të goditen ajo ura që lidh që shkon në Krime dhe ishte një zhvillim shumë interesant për tipin e... Në fakt, në tipologjinë e kësaj rakete është tamam shkatrimtare ura, është edhe objekte strategjike. Jo vetëm kaq, që është shkatrimtare, por kjo është shkatrimtare edhe objekteve shumë të betonuara, shumë nëntoksore. Të blinduara nëntoksore.